Mirë se vini në këtë podcast të përgatitur nga Federata Shqiptare e Basketbollit për të njohur ndryshe basketbollistët tanë. Gjithmonë i kemi parë në parket, por këtë herë do të ketë një rrëfim ndryshe. Dhe jo më kot, episodin e parë e kemi nisur me dy basketbollistë shumë të njohur për dashamirësit e basketbollit, dy basketbollistë të kombëtarës shqiptare. Kam kënaqësinë që sot të kem një bisedë ndryshe nga ajo çfarë ne kemi zhvilluar në parket. Do të flasim për të gjithë karrierën tuaj, për jetën jashtë sportit, pse jo, pasi sigurisht publiku kërkon të di edhe pak për ato lajmet roz që shpeshherë i shoqërojnë sportistët. Kam kënaqësinë që sot jam me Eldi Hysën dhe Frenki Lilaj. Përshëndetje çuna dhe shumë faleminderit që e nisëm mbar, besojnë. Me juve. Përshëndetje. Tani e nisim që nga fillimet tuaja. Pasioni për basketbollin si ka nisur? Besoj se fillimet tuaja nuk kanë qenë për basketboll apo jo, por Sigurisht që jo, po paktën kam qenë me sportin, kështu që në fillim nisa me futbollin, si të gjithë djemtë e tjerë, në përlagje. Pastaj duke provuar edhe sportet e tjera, u ndikova më shumë edhe nga vllai dhe familja që ai nisi basketbollin dhe thjesht për ta ndjekur dhe atë që të ishim bashkë. Dhe pastaj aty ngeca. Ndërkohë dhe Frenki ka qenë një rastësi. Rastësi, po ndryshe nga Hysa. Hysa do të rastësi. Hysa, në rregull. Nuk e treti e jelë. Kështu që Hysa tash. Unë nisa që 5 vjeç, rastësi domethënë thjesht te palestra e shkollës kur kam qenë te Servete Maçi. Ke hyrë 5 vjeç në shkollë. Domthon atë që 5 vjeç, po sa aq 5 për 6 klasa parë, se atëherë nisa. Është di po, thjesht pas që po bëni servie basketbollin, më pëlqeu. Vajta edhe kur u ktheva në shtëpi, thash prindërve dëgjoj unë nisa, ju bëni si doli tash edhe që atëherë se kam. Në fakt duhet të themi Frenki që prindrit e tu janë padyshim tifozi më i madh i të dyve, edhe të dy vëllezërve Lilaj, pasi shohim gjithmonë aty në tribuna duke u mbështetur, por realisht sa mbështet kanë qenë ata në gjithë rrugtimin tënd edhe deri më sot. Të them drejtën, mama im ka qenë shumë kundra sporteve, jo thjesht basketbollit, por sporteve në përgjithësi, domethënë ka bërë çmos që mos futem nga Johan, por kur e pa që e kisha me pasion dhe më pëlqente, edhe ajo më suportoi, babi që në fillim ka qenë suportues i madh, edhe shumë pasionant mbas sporteve. Besoj babi është më shumë vjen që edhe të shohë sport, edhe të na shohë mua dhe vllajin, ndërsa mami vjen na shohë mua dhe vllajin. Kështu që të dy janë suportues shumë të ndenjë dhe kanë qenë gjithmonë. Unë kurioz jam tani që janë dy vëllezërit në ekipe të ndryshme, si ja bëjnë me tifozokun, e kë bëhet apo njëri me Tani kur vim kundra do sportojnë vogli se është në rigjin. Po, unë kam pranuar, nuk mërzitem, nuk them gjë. Ndërkohë nga ana tjetër Eldi ka një histori ndryshe, pasi sigurisht ka qenë vllai Galdi që e nisi i pari basketbollin, por rrugtimin si profesionist e morët ju. Çfarë ndodhi rrugës? Në fakt ai të dyve neve na ka rrit, se atë unë pak ne kam pas idhull gjithmonë, sepse ai ka qenë komplet e kundërta ime dhe jam munduar gjithmonë të marr më të mirën atit që ke pjesa karakteri dhe ke pjesa aftësive tive atletikore. Normal, pastaj gjërat në Shqipëri janë më të vështira për dikë, disa janë për më të lehta, ai pati më shumë dhunti tek shkolla, vazhdoi studimet dhe jashtë, ndërsa unë vazhdova sportin dhe u ndjeva më mirë në atë aspekt. Pastaj çdo gjë është edhe pak fat edhe punë, sepse duhet përmendur që edhe patëm angazhim me mosha dhe U16 bashkë me Frenkin në vitin 2014 në Strumis dhe ajo ka qenë një shtys super e madhe për ne, sepse direkt pas asaj jemi thirrur nga ekipi i parë i Tiranës dhe prapë për fatin tonë kemi pasur. Ishit 16 vjeç? Unë kam qenë 14, Frenki 15 e gjysmë. Po ishte tek Tirana U16? Tek U18. U18 që në fillim. Po nuk është se unë pak nuk është u aktivizoja shumë, se unë isha edhe më i vogël i ekipit, sapo kisha ardhur nga ekipi studentit, që në moshën 12 vjeçare, kështu që një vit e gjysmë thjesht bëja stërvitje. Dhe mos gaboj, ka qenë një ndeshje pikërisht kundra Tiranës, që ti u aktivizove në fushë dhe bëri një paraqitje shumë pozitive që le një mbres shumë të mirë edhe te Bardë Blut, që bëri më pas që sezonin tjetër ju t'i bashkoheshit kryeqytetasve apo jo. Po, ka qenë ndeshja ime e parë kundra ekipit të Tiranës dhe të vllajit tim dhe prandaj e mbaj me shumë mirë atë ndeshje sepse ka qenë, si më thën, hapi im i parë për t'i vullosur me veten time, me mendjen time që unë do vazhdoj basketbollin dhe jem aty. Dhe thash, më pas erdhi dhe pjesa e ligjit që lojtarët 18 vjeçar duhet luanin 20 minuta në kampionatin e Superligës
Dhe them drejtën, edhe ajo na ka dhënë një dorë shumë të madhe si mua dhe Frankit dhe shumë lojtarëve tjerë që kanë përfituar nga ai lloj ligji atëherë. Dhe pak më parë që kishe idhull vllajin, po të luash kundër vllajt si është? Nuk e dia, Frank mund ta thotë më mirë sa e ka luajtur edhe më shumë, po unë kam tipin kompetitiv dhe nuk më intereson shumë kush është kundër, të drejtën. Vllai, shoku, kushdo të jetë, dua të jap më të mirën time, të kënaqem e të fitoj unë në fund. Franki nga ana tjetër besoj është i njëjtit mendim. Kushdo të jetë kundër si vllai, si shoku, nuk ka shumë rëndësi, domethënë puna e sportist fitojmë, kështu që ajo na jep kënaqësi. Çuna, e di çfarë është interesante që shpesh herë edhe paragjykohet të paktën nga ambienti sportiv që kur dy vëllezër janë në një seancë stërvitore, duket sikur vëllezërit kanë pak më shumë avantazhe, japin pak më shumë avantazhe njëri tjetrit. Ti Frank, çfarë mendimi ke dhe atë kanë shoqëruar këto paragjykime gjatë karrierës tënde? Shiko, unë shumë pak mundësi kam qenë që të jam një ekip me vllajin, por nuk besoj e vetëm ajo që mund të them është që përpiqja të flisja më shumë dhe ta ndihmoja më shumë se ç'u ndihmoja dikë tjetër që nuk ishte vllai im, normal, por në fushë, në lojë kemi qenë gjithmonë drejtë dhe thjesht kemi bërë ato që ne mendonim që është më e mira pa u influencuar domethënë nga njëri tjetri. Dhe gjithmonë keni gjetur gjuhën e përbashkët, themi për apo ka pasur edhe debate në shtëpi që kanë vijur më pas? Jo. Keni lënë deri aty. Po, gjithmonë fushë. Dhe në fakt e keni nisur e përmendëm tek Tirana, aty nisi dhe karriera juaj si profesionist, themi që nga moshat U18, U20, dhe duket sikur ka qenë një brez i artë, themi kështu, pasi thuajse të gjithë basketbollistët që ishin pjesë e asaj skuadre e kanë vazhduar dhe sot e kësaj dite jeni edhe në parket së bashku, apo jo? Po, disa nga ato vazhduan jashtë shtetit. Për fat keq disa nuk e luajnë më Elan, por le të themi që unë, Franki, Strazimiri, ato janë brezi 98-shave, ne jemi brezi 99-shave, pastaj po të marrim tek ekipi i parë kemi dhe Çelion, që si më thon, kemi ardhur zinxhir që në vitin 2014 dhe deri tani në ekipin e parë që vim zinxhir nga mosha deri në ekipin e parë. Çfarë emocionesh mund të kishin atëherë një djalosh i vogël që ndëronte pse jo që këtë profesion ta kishte edhe në të ardhmen? Them drejtën. A i mendoni që atëherë që do ta vazhdonit edhe pse jo ta ndërtonit jetën në parket? Po, kam ndarë mendin që në vit parë gjimnaz, që edhe pjesa ime akademike do jetë rreth sportit, jo vetëm rreth basketbollit, dhe si më thënë do jetoja me sportin. Nëse edhe nuk do ishte basketbolli, gjë që nuk do ndodhte se s'unë po përkushtoja shumë. Do ishte lidhje me sportin. Edhe tani në këtë ditë po i marr frytet si ashtu tek pjesa e punës, si ashtu edhe nga pjesa e basketbollit. Ndërkohë Franke, e mendoje që në fillim si profesion jetë? Jo, them drejtën, gjithmonë mendoj që thjesht do ishte diçka që do ishte thjesht për qef. Sado që isha pasion, sado që isha kompetitiv dhe ishte gjë që më pëlqente, nuk mendoj që do ishte diçka që do vazhdonte kaq gjatë. Do ishte profesion, po. Edhe madje kur kam qenë 18 vjeç, kur mbarova me zinxhirin e skuadrave U18, unë kisha nevojë të bëj atë operacion gjuhë, edhe që ishte jo patjetër i nevojshëm për jetë përditshme, por për sport, edhe atëherë në fakt mendova që ta lija fare, por merri një ofertë që ti ka të luajë në Çeki, edhe që atëherë domethënë profesionist, nuk e kam lënë më. Kështu që rastësi prap. Dhe në fakt, jo vetëm me ekipet e moshave të Tiranës, por jeni grumbulluar edhe me moshat e kombëtares. Dhe në të njëjtin vit dhe mos gaboj, ke qenë 14 vjeç kur luaj me U16-ën e kombëtares. Më kujto si ishte ajo ditë, pasi mendoj që dita më emocionuese e një sportisti. Ka qenë shumë rrugtim i vështirë, them drejtën, sepse kemi pasur 3 muaj përgatitje në verë, në pikun e Vapës, në Përmet. Të kemi pas të vite rigoroze, 2-3 herë në ditë me trajner Nikola Milatovic. Po, Malazez. Dhe them drejtën, na ka dhënë, si më thënë, një hap gjigant në karrierën tonë, sepse jo vetëm nga ana fizike, po dhe nga pjesa e se si e mësuam basketbollin. Pra, si na e transmetoja neve dhe si e mësuam neve në mendin e atit. Na dha, domethënë, një shtys shumë të madhe për ta vazhduar, pra për ta treguar se si është thjesht profesionist, të ushqesh me orar, të flesh me orar, të stërvitesh me orar, me stërvitje që ndonjëherë ti nuk e percepton dot që mund t'i përballosh. Në moshën 14 vjeçare, të bësh palestër, vrap në fushë futbolli, nga ty të shkosh
të luash basketball dhe pastaj të shkosh dhe ky është thjesht mëngjesi. Interesante. Dhe kur e di që ke edhe në drek, edhe në pasditet një të gjë. A e prisje ftesën? Them drejtën, po e shfrytzoja si stërvitje dhe thjesht kur mora vesh lamin, e kam marrë vesh një ditë para që isha pjesë e 12, sepse Frenki ka qenë më i madh se unë dhe lojtar kryesor në moshën unë nuk isha thjesht 14 vjeç, bashkë me Odrit e Dollin, ishim ne të dy në thënënçha dhe u diskutonte që mund të ikte njëri nga ne. Por ndodhi që ikëm të dy. U morëm të dy edhe, si më thënë, u ndjeva shumë krenar për veten time që gjithë ato punë që mora seriozisht në fund mu dha edhe shpërblimi. Po Frenki, kujt ja the të parit lajmin që ishe pjesë e kombëtares? Ftesa parë besoj mbajt mend gjithmonë. Nuk më duket as që ishte ftesë. Apo e di që do ishe. Ka qenë grumbullim, me 18 veta. Po, ka qenë, domethënë në fillim fare më mend ishte grumbullim shumë i madh, domethënë mblodhën shumë lojtar, edhe s'kishe emocione. Ishim pa, jo se s'kishim emocione. Ishte ushtri. Në të gjithën kohë ishte që thjesht ne nuk është se kishim pritshmëri të mëdha, domethënë sado që ne kishim nisur herët, edhe unë edhe Eldi nuk është se kishim marrë përkrahje shumë të madhe në kur po flasim për të luajtur ose për të qenë pjesë kryesore e ekipeve që kishim qenë, kështu që unë paktën isha pa pritshmëri. Edhe kur u zgjodha, normal ishte kënaqësi e madhe dhe zhvillimi që mora, domethënë gjithmonë do të them që ishte një grumbullim më të rëndësishme të jetës time për sa i përket karrierës, por ishte thjesht i hym pa pritshmëri që besoj edhe ndihmoi se nuk kisha me vërtet emocione kur kemi bërë grumbullimet e para. Po ndeshjen e parë mbani mend? Po, ka qenë ndeshje shumë e keqe për ne, se kemi luajtur me Suedin, që ishin shumë herë më mirë se ne, edhe kemi qenë para deri, nuk e mbaj mend fikse, është bërë 11 vjet tash që u ka ndodhur, por kemi qenë para deri 1 minutë nga fundi i lojës, edhe kemi humbur momentet e fundit. Sipas ka qenë shumë e keqe, pra mendoja në një diferencë shumë e madhe. Nuk e prisë emocionet e negative. Na erdhi si domethënë kështu që u përballëm pse nuk e finalizuam. Mërzitem që gjithë shumë, po, se ishte ndeshje e mirë në terma performance, por fakti që humbëm ashtu në fund edhe ne nuk ishim mësuar domethënë ndeshja me aq rëndësi, të humbësh në atë mënyrë ishte gjë shumë e re për të gjithë ne, edhe me vërtet domethënë na mërziti shumë. Kurioze jam se sportistë të ndryshëm e përjetojnë humbje ndryshe. Ju si e përjetoni, sepse për shembull Eldi në parket duket shumë i qetë, Frenki pak më ndryshe. Po si e përjeton humbjen Eldi Hysa? A je edhe ti një nga ata sportistët që rri 1 javë, 2 javë pa folur, vetëm që të rimarrësh sërish veten? Jo, komunikimi më pëlqen, sigurisht jo direkt pas ndeshjes, por që normal që mërzitem shumë sepse është ajo që ti përkushtohesh gjithë javën po themi për një ndeshje. Dhe të humbësh normal që nuk vjet mirë. Për fat mirë u bë një kohë shumë e madhe që humbjet kanë qenë shumë më të rralla se sa fitoret, por që ato momente që të vjen një humbje, të lën një lloj shije që më përpara të reflektosh me veten ku ke bërë gabimet, pastaj të shikosh ekipin se si funksionoi dhe si mund ta ndihmosh ti dhe më pas të përgatish për të, nuk ka kohë. Më kujtoi këtë Frenki me Suedin, e mbaj më shumë që ne ishim atë natë sikur tani mbaroi lufta do ikim të humbur. Ndërkohë që ne nesër kishim prapë ndeshje. Nesër më prapë ndeshje, pra ishte ndeshje pas ndeshje, nuk kishte kohë për të mërzitur. Dhe mendoj që në sport kjo është gjë më e mirë, që ta marrësh që tjetra, ashtu si edhe në gjuhë kur humb, tjetra, ndeshje kur humb, tjetra, sepse nuk ka kohë shumë për të mërzitur për ndonjë. Është mirë të mërzitesh, të reflektosh, po jo të ngelesh shumë aty sepse është e shpejtë. Kjo është i të njëjtit mendim. Më ndikon shumë të drejtën. Në çdo gjë, jo vetëm në sport, po në çdo gjë që ka sigur edhe grimcë në të vogël kompetitive, nëse unë humbas, domethënë mërzitem. Si e kalon zakonisht? Varet nga rëndësia, normal jo çdo gjë. Me shah. Një shumë e mirë. Por them drejtën në basketbol, nëse po flasim se ka pasur normal karrierë që kemi bërë, ka pasur ndeshje që kemi humbur, po s'kemi luajtur fare, ka pasur ndeshje që kemi humbur, kemi luajtur shumë. Ndeshjet që nuk luan, unë të paktën nuk ndihesha shumë përgjegjës për humbjen, kështu që nuk më dhimbte aq shumë, por ndeshjet që luaja dhe humbisja, ato ishin më të këqija. Dhe me vërtet domethënë ishte shumë e vështirë për mua ta kaluar dhe është punë proces, domethënë që po përpiqem të mësoj që është thjesht një ndeshje dhe ka gjithmonë tjetrën për të fituar, por është edhe e rëndësishme gjithashtu për mua sepse ky nervi kompetitiv që më ka domethënë ka bërë që ta studioj ato ndeshje dhe përpiqem domethënë që të nxjerr më të mirën në terma individual për veten time që të përmirësohen. Kështu që punë progres
Leteve. Dhe kaluat në fakt nga ekipet zinxhir U16, U20 dhe tek U20 duhet veçoj pak atë ndeshjen me Portugalinë, që besoj edhe ju i e mbani mend pasi ka qenë një reklam shumë e bukur për ju që më pas erdhi dhe ftesa në kombëtaren e parë, apo jo Ildi? Me Portugalinë në Portugali. Në Portugali. Nuk kam qenë me Frenka atë Po, vit. Ka qenë në Portugali, sepse Frenke mbaroi moshën dhe unë isha, si më thënë, viti im i fundit të U20-ve. Ne dolim në vend të 12. Alternativë në divizionin B dhe me sa di unë në vitet që ka marrë pjesë Shqipëria në kombëtaret e moshave zinxhir, ai është pozicioni më i madh, më i lartë, për të arritur. Dhe unë ndjeva shumë krenar, le them, mund bënim shumë më mirë. A them akoma sot e kësaj dite, po të ishim pak më shumë përkushtuar gjithë si ekip, por që edhe vend 12 mendoj që ishin një arritje shumë e mirë. Fill pas asajt, profesor Afrim Bilali naftoi disa lojtarëve nga U20-at më një herë në ekipin e parë që po bënte aktualisht rritin në Tiranë. Dhe pastaj, domethënë, ishte nisja e një rrugtimi. Nga lart, shkove prap lart dhe nuk kishe kohë as gëzoheshe për çfarë ndodhte në U20 sepse të erdhi një tjetër sfidë përpara. Edhe siç ta thash, dhe tek humbjet dhe tek fitoret, nuk duhet të rish shumë të mendosh se çfarë ndodhi, po të kënaqesh. Unë përpiqem të kënaqem atë moment dhe pastaj të kaloj të shoh tjetrën. Kështu që ndërkohë për Frenkin grumbullimi i parë tek kombëtari as si ka qenë? Grumbullimi i parë dhe mua ka qenë me trajnerin Afrim Bilali, apo jo, më fal, më duket se ka qenë. Po themi që jemi pjesë e 12-s, se kemi marrë dhe më përpara me unë kam qenë një ose dy grumbullime, nuk e mbaj mend fiks me Dukasin, ku ka ardhur atëherë për herë të parë. Po nuk është se mora minuta fare, po ishte eksperiencë shumë e mirë sepse normal ishte era parë që thirresha me kombëtaren, edhe thjesht qenë të servitje dhe të luajtur me lojtarë që kishin 3 ato vite mbi shpatulla dhe aq shumë eksperiencë, domethënë më ndihmonte që të përmirësohesha. Por pastaj në vazhdim kam qenë kryesisht me Bilalin, besoj për 5 vite rresht, domethënë që ai ka pasur kombëtaren, jam grumbulluar gati çdo herë me atë, edhe kanë qenë eksperjenca të mira, domethënë jemi rritur shumë edhe në mënyrë profesionale, po edhe jemi rritur me njëri tjetrin pak ashtu, se edhe me Eldin dhe me shumë lojtarë tjerë kemi kaluar shumë kohë bashkë, domethënë në përgrumbullime. Kë do të veçoj si ndeshja më emocionuese mbase? Më emocionuese. Nuk besoj, ajo me Austrinë? Ajo me Austrinë, them drejtën, nuk ishte ndonjë ndeshje shumë emocionuese për ne sepse e prisnit? Shiko, si lojtarë ne gjithmonë po nuk e pritet më mirë lëviz. Po, më mirë lëviz. Më mirë, mos shko fare. Nëse shkon e thua që ai se do humbim, domethënë ajo është mentaliteti më i keq, jo vetëm për sportin tonë, për çdo sport normalisht, por në përgjithësi do thoya nuk ka pasur shumë ndeshje që më thoya me vërtet kanë qenë ngarkuara emocionalisht për mua. Që nuk mund të veçoj ndonjëherë, sinqerisht, sepse gjithmonë kam qenë ai lloj lojtari që përpiqem ta qetësoj veten sa më shumë nga përpara një ndeshje dhe edhe në fund të ditës është një gjë që na ka thënë vetë trajner përpara dhe na ka përmendur disa herë që sado që ne duam shumë, sado që është diçka shumë e rëndësishme për ne, është sport, është një ndeshje, është lojë, edhe po e ngarkove veten shumë emocionalisht, duke i dhënë shumë rëndësi, do ndikojmë për keq më shumë performancën sa për mirë. Presioni tepërt. Dhe në fakt pak veta e din, ne do të shkojmë sërish te kombëtarja, po pak veta e din që Eldi Hysa ishte provuar në Milano tek skuadra Armani Milano, ishte vetëm 17 vjeç, por punë rregullash bën që ti mos të vazhdoje rrugtimin aty. Si ka qenë e vërteta? Mund të luaja me moshat deri tek U20-at për 3 vite. Si erdhi si ofertë një herë, apo ishte diçka rastësi? Jo, rastësi ishte pas kombëtarëve, sepse ishin U18-at, të dyja dhe vitin që kam qenë me Frenkin dhe vitin që kam qenë pa Frenkin, vitin tjetër. Performancat individuale sipas atyre i kishin ngjallur interes dhe thjesht donin që të shkoja të shikoja, të provohesha tek mosha. Dhe nuk isha vetëm unë, ishin edhe disa të tjerë, po ishin nga divizioni A. Nga lojtarë domethënë nga shqiptar isha vetëm ti? Vetëm unë, po. Dhe domethënë ishte si një kamp, le të them. Po. Me gjithë këto lojtarë dhe ato thjesht donin të merrnin për tek mosha zinxhiri më vonë për tek ekipi i parë. Mirë po, atëre unë nuk kisha fare njohuri me pjesën e rregullave Bosman A, Bosman B, kush është në Bashkimin Evropian, kush nuk është, si janë ligjet dhe mbasi mbrapa stërvitjen, ato më afruan dhe më pyetën për moshën, fikse, për pjesën e pasaportës etj dhe
pasi e pan që ishte pamundur sepse ligji është që duhet në Itali atë ishte duhet luash 4 vite me moshat, që të quaj lojtar italian, pra vetëm kjo funksionon vetëm për Italinë. Unë mund të luaj vetëm 3. Pra unë mund të luaj, por më pas mund të ikën Ishte divizion. 17 vjeç, për këtë arsye dhe më pas. Mund të luaj, por mund të luaj në divizion C, divizionin më të ulta, gjë që për mua nuk kishte interes. Kanë ardhur, më thënë, që pas asaj oferta shumë tjera në divizione, po them të ulta, por që krahasim me jetën që isha këtu me kushtet, nuk ja vlente dhe mbase A të mbetet peng deri diku që po sikur të vazhdoja dhe të pranoja? Jo, sepse mendoj që kanë fituar shumë gjëra tjera që nuk do kisha për të fituar nëse do ikja, nëse do largoja. Por nga krau tjetër sërish të kam atë dëshirën ta provoj jetën, le të them, atë jetesën e një profesionisti, pra në një ligë tjetër jashtë. Jo se këtu në Shqipëri nuk ka ngritje kjo pjesë, por që të paktën me këtë atje e di që është një ligë shumë më e fortë se këtu. Nuk flas për Italinë, flas edhe për një ligë tjera. Kjo domethënë ka qenë thjesht jo si peng, po thjesht më shumë dëshirë ime për të provuar veten jashtë, pasi me kombëtaren, po le të themi që kemi pasur mjaft fitore kur kam qenë flas nga vitet që kam qenë unë deri tani, me ekipin e Bestides po ashtu, me Tiranën kam qenë po ashtu, pra si më thon, pyes me veten thjesht kush është hapi radhës, pa diskutim. Dhe thjesht për këtë jam kurioz, po që nuk pendoj. Ndërkohë dhe Frenki ka pasur eksperienca edhe jashtë vendit, apo jo, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Irlandë, në Çeki. Po, edhe në Hungari. Në Hungari, gjithashtu, po, çfarë diferencë kanë basketbolli atje me këtu? Dhe çfarë të bëri që të riktheheshe sërish? Diferenca kryesore të them drejtën është thjesht që nga rritja e lojtarëve që në mosha të vogla kanë përveç kushteve më të mira që i dim, domethënë kanë edhe njohuri shumë herë më shumë se që kanë trajnerët kryesisht në Shqipëri. Madje edhe kur jemi rrit ne, domethënë nuk ka pasur basketbolli në vetvete, nuk ka qenë aq i avancuar sa ç'është edhe tash, domethënë edhe informacioni që ishte shumë i limituar, qoftë edhe për anën teknike në fushë, qoftë edhe për anën fizike. Po shohim domethënë që lojtarë që 15-16 vjeç që janë fizikisht përgatitur, teknikisht kanë njohuritë e duhura. Kjo do të thotë është diferenca kryesore, sepse sidomos ana e njohurisë sa vjen e bëhet më e vështirë, po dhe ana teknike në basketboll që është shumë e rëndësishme, është shumë e lehtë mësohet në mosha të vogla se ç'është kur rritesh mbas 18 vjeçë më tej. Edhe ne për shembull kemi pas shumë probleme me kjo anë, sepse na është dashur që të mësojmë në rritje e sipër në karrierën tonë, gjëra që duhet na kishin mësuar që të vegjël, edhe kjo besoj është ajo që bën diferencën kryesore mes nesh dhe shteteve të tjera, sepse kur vjen puna për talente, un kam qenë në shumë shtete dhe nuk kam parë domethënë që të jetë talenti diferenca kryesore mes nesh edhe Është ishte shkolla sportive që fëmijët duhet të ushqehen që kur janë shumë të vegjël. Basketbolli është lloj sporti domethënë që sa më shumë son, aq më shumë e kupton sa pak di, edhe ne kemi parë vetë domethënë sa herë që na hapeshin syt për diçka të re, ne mësonim sa pak dinim. Domethënë edhe kjo ka qenë problem edhe për ne sado që kemi arritur një karrierë shumë të mirë. Pra, po të kishim pas një formulim tjetër si të rinj, do kishim pas një karrierë shumë ndryshe, jam i sigurt. Plus që diferenca të tjera normalisht janë që edhe fondet edhe ndihma që kanë në shtete të tjera për sportin. Mbështetja padyshim, është kryesore. Është kryesore, normalisht. Për sponsorizimin është kryesore. Po. Sepse po shohim që po marrin domethënë Kosova që është ngjitur me ne. Unë do thosha që nëse ti do marrësh fëmijë kosovar, fëmijë shqiptar dhe ti shohësh për talente, nuk do ketë shumë pak diferencë. Domethënë normalisht që do ketë ekstreme siç kanë çdo gjë, por mesatare do jetë njësoj. Ama niveli i lojtarëve atje sapo vazhdon po rritet, ndërsa niveli i lojtarëve shqiptar po rritet në hapa shumë të avashtë. Edhe nuk ka pse, domethënë, nuk e shohim që nuk është talenti ajo që po na pengon, por është thjesht njohuria edhe trajnimi. Çuna, për t'ju ngacmuar edhe pak, pasi nuk do të jetë intervista vetëm kaq formale, siç jemi mësuar në parket, keni qenë në shumë skuadra të Superligës këtu në Shqipëri, përmendim Teuta, Tirana, Beslidja që jeni tani, por te cila skuadër jeni ndjer më mirë, të themi, pak që jeni të përshtatur me skuadrën, me djemt, me trajnerin? Them drejtën tek Beslidja, sepse si me thënë, ka qenë ekipi që më ka kërkuar dhe më ka vlerësuar më shumë se ekipet e tjera në
një moment që isha në dyshim se ku do shkoja. Kështu që për këtë e vlerësoj shumë, trajtimi është fantastik me të gjitha kushtet, të paktën për në nivele shqiptare janë kushtet më të mira që kam qenë ndonjëherë në një ekip. Dhe gjithashtu kur ke dhe pjesën e Për ta thënë pak më thjesht, më shumë je paguar te beslidhja. jo vetëm për pagesën, është edhe tek pjesa që tek fizioterapia. Që tek fizioterapia, që është për mendimin tim më shumë kryesore që të kesh një rehabilitim sa më të mirë për të qenë gati për ndeshjen tjetër. Që tek pjesa e po flas gjëra të mirë mal, për bazën materiale, për topat, duken si kështu, po që janë shumë të rëndësishme për të kuptuar që je një ekip dhe kur i ke gjithë këto lloj hallkash bashk, dhe ti vetë ndihesh i vlerësuar, pra të shkosh në stërvitje ndihesh i vlerësuar si lojtar basketbolli. Tek ekipet e tjera ka qenë më pak, jo për kjo mund të jetë për të fajt ekipit, për fajt sponsorave, por për desa po flasim për këtë pjesë. Ti the për beslidhjen, mirë po unë do të veçoj pak sezonin 2016-2017, kur për herë të parë arrite me Tiranën që të shpalleshe kampion dhe mbi të gjitha të fitoje çdo trofe të mundshëm. Mendoj që emocionet më të mëdha është kur për herë të parë i fiton të gjitha këto trofet. Po, por le të them atëherë nuk është se kam qenë më të mirën time, kam qenë shumë i ri, 16-17 vjeç, pra nuk është se isha, si më thon, po dërgojmë pak egoisht, shtylla kryesore që ta ndjeja shumë atë viterin. Normal që u gëzova shumë, aq më shumë që merrni minutazh, pra trajneri Nikola Milatović na aktivizonte jashtë masës si lojtar të ri dhe u ndjeja shumë mirë tek ekip. Tek Tirana jam ndier shumë mirë sepse shumica e lojtarëve që kemi ke Beslidhja kam luajtur te Tirana. Te Tirana gjithashtu ka lojtarë të tjerë që tani nuk luajnë më, që jam ndier shumë mirë. Por kur flas ke pjesa për si basketbollist, patjetër, trajtimi ka qenë shumë më serioz. Ndërsa shokët normal që ke Tirana e kemi aty. Shokët i tërhoqe me vete. Aty do të nxirrë pra. O çfarë bën tash? Ndërkohë Frenki ka kaluar më shumë skuadra me sa di unë, nga Goga, Teuta, Tirana, Beslidhja. Këto kanë qenë ekipet e Shqipërisë, nuk ka qenë ekip tjetër. Pyetja ishte kur kam qenë më rehat tash? Je përshtatur pak më mirë. Jam përshtatur më mirë. Unë e di që ti Beslidhja do thuash, sepse është s'ma bën pyetje atë. Beslidhja. Do të marr mirë me këtë përgjigje, se do të shohësh tash këtë do mërzitesh e këtë ngajësh. Nuk qen nga Beslidhja pra se. Sa ka ardhur? Sa ka ardhur? Nuk quhet, sa ka marrë. Po e sa do të themi që është servil pas. Po pa. Pyetja është vështirë. Do të them të drejtën, nëse po flasim për ekipet që kam qenë më shumë rehat, për mua ka qenë kur kam qenë kolegj në Amerikë. Edhe ka qenë një pjesë prej shumë nga gjërave që përmendi edhe Hysa që tha, baza materiale, domethënë kushtet gjitha plotësuara, palestre personale që kishim atëherë, fizioterapist, gatishmëri për ne me shumicë gjëra që me vërtet jo vetëm që nuk ishim mësuar, sado që po ti thuash ngjan si standard në sportin në 2025, por gjëra që ne nuk ishim parë kurrë, domethënë. Edhe plus përfshi këtu që isha duke bërë sport dhe në njëjtën kohë po luaja me miqtë e mi që kisha në shkollë, domethënë atje. Edhe ishte eksperiencë shumë ndryshe. Ne shkonim mësim bashkë, pastaj në stërvitje bashkë, mbas stërvitjes dilim bashkë edhe ai besoj ato vitet që kam kaluar në kolegj, besoj që janë qenë vite ku kam qenë më rehat, me vërtet më kam pëlqyer shumë. Përgjigje diplomatike deri diku. Do shohim podcastin ata që nuk përziten. Unë nuk kam dy dash pra ne thash. Pashu thosh ato atje që do zhvendosemi pak tek ato lajme të rozë që mua më pëlqejnë shumë, me thënë të drejtën. E kam me ty. Jo, e kam me ty fillimisht. Më roz. Shef, direkt. Shiko, Eldi nuk e gjetur vetëm pasionin tënd më të madh te basketbolli, por ke gjetur edhe dashurinë tënde të jetës, apo jo? S'është roz, kjo është e kuqe. Tani, edhe e fejuara jote, mund ta quajmë? Po. Është ka qenë basketbolliste. Po. Aty nisi edhe hapat tuaja të para së bashku, apo si jemi ishte njohja? Po, jemi njohur nga basketbolli në pallatin e sportit Korçës. Më pas Ajo luante me Partizan? Jo, me Skënderbeu. Me Skënderbeu? Kemi qenë shumë vegjë, thjesht si më thon, flisnim, njenim dhe më vonë pastaj kur tani pyetja është e ngacmove ti apo të ngacmoj ajo? Pasigurisht që unë. Në fillim thjesht pa që luante mirë basketboll dhe aty pse që fliste, s'kishte lidhje fare. Sigurisht që unë. Dhe e kam pyetur për ku mund të gjej PlayStation. Ajo pse i kishte këtë informacion? Po nuk e dija, e kishte, thjesht doja unë të pyem mohabet.
Dhe më pas kur u rritëm, pastaj erdhi në Universitet Eksportet, aty u njohëm më shumë dhe tani jemi të fejuar. Jo më kot në fakt e dija që ishte pjesë e Partizanit, ka pas luajtur me Partizanin dhe ti ishe pjesë e Tiranës në atë kohë? Pra ishit kundërshtar apo? Po, ka qenë periudha që un kam qenë me Tiranën, ai me Partizanin. Si ishit bisedat tuaja apo nuk është se ndikoheshit shumë nga këto? Jo, un domethënë me Tiranë lagje tironësish, po puna kur vjen pjesat e derbit, un kam luajtur për gjysmë sezon tek Partizani, nuk është se kam pasur ndonjëherë këto. Sot është kthyer në tifozën tënde më të madhe, pasi gjithmonë vjen në tribuna, të jep mbështetjen e saj shumë të madhe, që besoj për mendimin tim ka nevojë çdo sportist, apo jo? Po, është shumë e rëndësishme për mua sepse është jo vetëm si më thon frymëzimi që më jep që vjen të suporton, por është pak a shumë çdo gjë që ti përgatit gjatë ditës, dhe më pas ke atë pjesën e lojës që ti do sa më shumë që të kënaqesh tjerë që vinë shkojnë dhe aq më shumë atë që më suporton gjatë gjithë ditës. Kështu që a është e dihysa pak romantik apo nuk përfshihet në këtë? Duket që është romantik, lutem tash. Çfarë pyetje? Kam qenë romantikun? Preki di biseda, aty kështu që është i informuar për këtë. Ka qenë për periudhë gjatë nga mbrapa, kush e di më ka pa aty kur shkruaj. Pjesa e vitit. Jo. Disa zemra shivet në mesazhe, që aty kuptoj që çka ka qenë për shembull po them sakrifica më e madhe që ti ke bërë për të? Sakrifica. Nëse i ri është akoma s'ka vetë të bëj sakrifica me patjetër, në fytyrë. Next. Vazhdo me Frenki. Morali i historisë gjithë kësaj që tha ju, sa është nëse shef një femër që të pëlqen, mua që ty është bet, do të ikësh të pyetësh ku ka PlayStation. Domethënë kshu ecën, kupton, normal ka funksionuar. Është metodë. Po pra, që ta kuptoj që është seriozisht. Po folën për PlayStation është serioz. Po e pyete ku janë Xboxat pastaj, nuk ecën më beti fare. Dhe më pas, në fakt, rrugtimi juaj është i gjatë, pasi ka nisur që në vitin 2019 jemi lidhur dhe pastaj dhe u fejuam. Dhe cilat janë planet tuaja afatgjatë, të themi kështu, në një të ardhme shumë të afërt? Nuk e di, për momentin jemi shumë mirë, punojmë të dy në të njëjtën punë si mësues edukimi fizik tek Albanian College. Ajo për momentin e ka pauzë basketbollin pas një lëndimi gjuhë dhe thjesht po fokusohet tek puna dhe më thënë me shumë përzemërsi tek unë. Pra që unë t'jem në maksimumin tim, 100% tim, që të performoj sa më mirë. Tani shkojmë pak tek Frenki. Hajde pra. Se Frenkit nuk i dim shumë lajme, të paktën lajmet roz. Dhe anëzirë. Thonë që sportistët, basketbollistët, ngacmohen shumë. Do më thuash se sa e vërtet është, nga eksperienca jote. Po çfarë quhen shumë mirë? Po ma thuaj ti pra, se diu çfarë quhet shumë. Mos më shih më fare, nuk e shoh, tash do të po shijoj. Sa ngacmohen pra sportistët basketbollistë? Po relativisht shumë, le të themi. E cili është një ngacmim që të ka ardhur dhe mbase të ka mbetur në mendje? Se e di si ka ardhur koha sot, sikur vajzat ngacmojnë djem, sa e vërtet është? Tash po e lim pas të punë fare, okay. Jo, me që se jemi në podcast në Instagram, sa i kam pa dhe ato, e ke parasysh, dakor. Por ma thuaj si e mendon ti? Tash unë se di, hysa sabotazh, vajti pyetje. Hysa ka, hysa mua bet ti kuq ti Rozi. Hysa tash ti po mbën përgjithësi mua domethënë. Unë sa ka ngacmuar ty, mos e përgjithëso. Sa të ka ngacmuar ty Lilaj? Unë thash relativisht shumë bra. Dhe si kanë qenë ngacmimet zakonisht? S'kam pëlqyer shumë. Nuk kanë qenë shumë kreative, jo, më është përdorur edhe shumë ajo traf 1 me 1 edhe sigur. Do me thënë kanë qenë basketbollistë. Jo, më po ishte term muhabete. A do donte një sportist që ta kishte partneren e tip basketbolliste në rastin konkret ju? Në rastin konkret ju më pëlqeu, se të pyete herë përgjithësi, pastaj në rastin konkret ju. Po se un po është përgjigje, por thon, jo, por mua nuk është se ka të bëj shumë sporti, domethënë. Jam shumë i sigurt që të gjesh dikë që ka lidhje me sportin dhe merret me sport, do kuptoj dhe jetën e një sportisti më shumë normalisht, por për mua nuk do bëhet diferencë fare të drejtën. Është ndryshe pak kur vjen në tribuna, ju mbështet edhe. Ato mund ta bëjë dikush që s'merret me sport, nuk ka thot vetëm
vetëm basketbollistët do mbështesin basketbollistët. Kështu që për mua nuk do. Atëherë unë po ta bëj pyetje ndryshe, Frenki. Cila është vajza ideale për ty? Ose kë do pyetshe që ku ka Ku ka PlayStation? PlayStation? Po mirë pastaj. Kjo pyetje shumë e vështirë pastaj, nuk Do të thotë që akoma nuk është gjetur një e tillë. Jo, do të thoya që Është gjetur. Jo. Do ta thash tash. S'deshe me u thej tash. Përgjigjo pyetjeve. Unë Nga që më the pyetjen e parë kush do ishte vajza ideale, nuk është se ishte diçka që po të më pyesësh ta shpjegoj, nuk do dija çfarë thoja, por po kur e shoh do e di. Domethënë kjo është. Domethënë është me shikim të parë, po nuk ishte ashtu. Po mirë, normal, ajo kam bëj tash se ndryshe. Me vërtet, po. Jam shumë dakord me ty. Çfarë njerë hyri. Tani mua më kanë thënë çuna që ju sa herë që grumbulloheni në kombëtare jeni në një dhomë bashkë. Kështu që pse mos të nxjerrim edhe ca sekrete të njëri tjetrit? Dhoma 101. Po edhe Këtë vit do ndryshoj. është me emër, po na njohin. Ajo dhomë është dhoma e qareve të halleve, dhoma PlayStationit, dhoma relaxit. Dhoma dhe dusheve na herë kur duhet ta nxejnë dushet. Po, Se vetëm nuk në ka një limit dhomë ka fare. Nuk e di pse ajo Ju dhomë bie është juve e gjithmonë. gjithmonë. Jo, përveç neve, se neve Në mirë. vin tjerë, vetëm ne strim aty na herë. Po Po shohim tjerë. Është vetëm ajo që kam parë domethënë që nga 12 lojtarë që ka kombëtarja 10 i gjen aty domethënë gjatë tërë ditës. Ose për shembull nuk ka asnjë jemi ne duke fletë gjumë. Ore keni paqë ato? Ku ka ato që domo ajo dhe mund dhe Frenki këtu. E bukur është kur jemi ne në gjumë e bën ata muhabet në dhomën tonë, më kupton se ka Ja, dhe si shumë. pastaj. Ore është si kafe, është ajo pak a shumë ajo dhoma janë. Jo, këtë vit do e bëjmë me qera. Po këtë vit. Tani, fjala e parë që Eldi tha është që qani hallet. Po. A shprehen sportistët me njëri tjetrin? Për ndonjë vajzë, për ndonjë Për vajzë. Ti sa isha do thon për ditë, për vajzë. Për hallë po, për ditë. Po. Mbaroj. Po çfarë hallesh tjera mund të ketë një sportist për shembull? Po, dhimbje mes. Çfarë nuk do. Dhimbje gjunë, ma merr çikakullin. Fillon këtu. Se unë ti them gjyshi shpesh se fillon me akull 17 qese këtu. Për vajza nuk flisni domethënë. Po unë e kam mbyll atë kapitull. Mirë, e kishim vllamin e Frengit. Për Frenkin nuk tregoj, nuk tregoj. Për Frenkin nuk tregoj. Mendoja që Frenki mund të ishte një njerëz kështu që hapi pak me të tjerët, me thënë drejtën, sepse duhet shumë. Po. Shokim i bë. I bë 12 vjet shok, lutem mos më Okej, mirë tërhiqem unë këtu. Tani kam një kuriozitet tjetër. Numri 22 dhe numri 21. Po. Çfarë identifikojnë për ju që gjatë gjithë kohës, duket sikur nuk i keni ndruar asnjëherë. 22-she është? Unë them drejtën kam ndruar, por 22-shën e kam Po, marrë ki qenë 4-0, po 0 pse ki qenë? 0, mosha adoleshente atë vetë nuk e di. Kam pasur 11 më ka pëlqyer nga vllai. Po. 0 pastaj thjesht me shumë mundësi ka qenë zën 11 dhe kam marrë 0 si numër, kurse 22-shën e kam marrë sepse me 22 tetor kam për vjetorin. Ja, djalë romantik. Edhe unë e kam për vjetorin, po na e kam marrë. Çfarë për vjetorin? Plus e kemi pasur të dy si numër paralel edhe dhe Emi të njëjtën numër ka. Edhe pasi e la vendosa ta mbaj. Po i ka pas ajo më para, pse ke pas ti? Jo, e morëm të dy për një. një. Shumë e bukur. Po mua bet një ditë parë, po, para se të porosis. 21 shijot si ka ardhur. Tash unë nuk e kam aq interesante sa hysa në historinë, më thënë drejt. Unë thjesht kam dy lojtarë që në kohën që unë kam vendosur me atë numër, më pëlqenin jashtë mase. Njërin vallaj, s'du me ta thonë se është me ata ekipin tata dhe sikur mund ta thuash seriozisht, nuk ka problem. Po me Inter. Jo, me Milan, po ishte. Mos është me Juve kjo. Është me Milanin, me ki muhabet. Me ato dhe herë tret na vrau të dyve. Më ka pëlqyer shumë Pirlo, mirë, se thjesht nga që ka qenë shumë lojtar inteligjent dhe unë nuk kam qenë kur lojtar atletik, kam qenë gjithmonë lojtar më shumë që paktën pa i përqevin vetes inteligjent që rpisha të lexoja lojën, edhe gjithashtu ka qenë nga NBA, ka qenë Tim Duncan, që dy kanë pasur numër 21 edhe më pëlqenin si lojtar, më pëlqenin vlerat që kishin si lojtar dhe prandaj vendosa që ta merres si numër. Dhe në fakt, po nga skuadrat e NBA-t apo Euroligës, kë do të jeni të kundërt këtu? Po, patjetër. Jo, se kemi dhe gjashmëria, se sevi gjithmonë. Jo, për në NBA jemi kundërt. Në NBA jemi Lakers aty. Jo, po thashë emër, unë jam vetëm me një. Ti do të qash të bësh kundër lotet. Po problemi është ekipet tona nuk janë mirë për momentin. Me kë jete? Me New York Knicks. Po pse me ata? Pëlqen shumë State of New York, është, domethënë. Po pse kisha informacionin që fillimisht ke qenë me Lakers atë? Jo, thjesht prej Kobit, e kam pasur
si më thonë lojtar si idhull, por për ekipe New Yorku. Ndërsa Frenki? Miami. Të dy më surprizuat se zakonisht o me Lakers, ato me Chicago Bulls ose Po këto janë brezi. Janë brezi më para nesh. Para nesh ose pastaj po çka lështi të fillojnë Golden State. Po. Shumë za, atëherë aq ekipe njëfshë në 3-4 kështu një nga ato do zgjidhet. Patjetër. Tani unë them të shkojmë edhe pak tek pyetjet më specifike për juve dhe mbase që mund t'i vë pak edhe në siklet. Me lojtari më i mirë shqiptar, kush është sipas jush? Sipas me? Po, sot. Unë për veten time do them se po nuk e di sa. Unë dëgjoj, për sa i përket kësaj pjese, jam me këtë që nëse ti nuk mendon që je më i miri, atëherë po mirë zgjidh diçka tjetër. Për në sport paktën. Pastaj, nëse do thuash përveç vetes kush do jetë një lojtar që kam preferuar, do filloj të flas në pozicione, sepse shumë diplomat jo ka diçka sepse punët janë të ndryshme në basketboll. Pra është njëse sigur të vlerësosh që se në futboll do flasim kush është golshënues, do themi Ronaldo. Apo jo. Por në basketboll nuk mund të marrë vetëm pjesën e koshave, janë shumë gjëra të tjera, në pjesa e asistëve, reboundeve, mbrojtja, kështu që nuk. Frenki do jetë pak më i drejtë për drejt. Është vërtet ajo që thotë ai. Është vërtet, unë për shembull mund të them edhe për Frenkin. Për shembull, për mendimin tim, pozicioni i Frenkit nuk ka një lojtar që bën kaq jo se ashtu dhe se e kam shok. Apo Julia Matin krahun tjetër që po të flasim me trofe ka fituar gjithë MVP-t e tjera, po dhe thjesht nga fakti që është një nga kaçat, mos them të korave të fundit që nuk ka arritur do ta mbrojë njëri. Si në pjesën ofensive, si në pjesën defensive është i veçantë. Kështu që prandaj po them, por nëse do më pyesësh mua, nuk do them gjithmonë për veten. Po ti Frenki Lila i do. Jo, domethënë jam shumë dakord me Verizon që këtë përgjigje po të them se japin shumë lojtar basketbolli që duhet mendosh veten më të mirë, në radhë parë që ta manifestosh le të themi performancat e mira, por nuk është një problem. Një që ka shumë lojtarë që ne kemi parë vetëm në fundin e karrierës së tyre. Për shembull, unë kam qenë me fat që të shija lojtarë si puna Erkan Karajt që e kam parë, kam qenë fush domethënë me atë, po flasim në vitet e tij të fundit. Gjithashtu që i kam parë çik më shumë se kam qenë në ekipe, po kanë qenë edhe në kohën e vet, mund të kenë qenë Shima dhe Agolli. Po në të njëjtën kohë ka pas të lojtarë që kanë kaluar shumë breza para nesh që nuk kemi pas kurrë mundësi që t'i shohim, kështu që atëherë do ta bëj pyetje ndryshe Frenki. Kush është më i mirë, Frenki apo Rixhi Lilaj? Unë s'bët laf. Se bëbi e kaq thjeshtë. Po pra, çfarë pyetje është siklet? Edhe ti je në njëjtin mendim. Jo, unë them Rixhi për shembull. Jo, unë a di pse them Frenki. Se ai na merr të dyve na. Që më mirë thoj Frenki aty vetë. A keni sot hatërmbetje me ndonjë nga basketbollistët që janë në parket? Jo, shqyr zotit jo. Basketbolli në Shqipëri është shumë i vogël, e vërtet. Dhe të kesh hatërmbetje për mendimin tim basketbollin shqiptar, më duket gjëja më pa kuptim. Sepse ti në basketboll fundi nuk është se po merr milionat siç marrin profesionistët jashtë shtetit. Basketboll do mbaroj ato 2 orë stërvitje ose 40 minuta lojë dhe më pas do shifesh në çdo rrugë Tiranës shën në një vend. Kështu që të paktën kur shikosh në rrugë me dikë, të buzëqeshësh bjesë mbase me Frenkin mbas 20 viteve, po mos jetë basketbolli dhe bëj po them llafe me Frenkin, mos ti flas do më duket diçka shumë e keqe. Mos mërzi, mos i flas fare. Kështu që Frenki diun se Frenki apo si folë vazhdon rrugën drejt, po që unë mendoj që gjëja më e bukur që më pëlqen nga sporti është kjo, domethënë që harmonia në grupe. Vim bashk, edhe me kundërshtarët, pra unë jam ai tipi që me kundërshtarët e kam pak këtë pjesën që kam qef ti ngacmoj, domethënë të motivoj veten ndërkohë që ngacmoj ato, dhe më pas jam ai që jap dhe dorën nëse ka një moment vështirësi apo ku diun. Po Frenke? Jo, jo vetëm basketboll, domethënë, po edhe në përgjithësi nuk ja vlen që të mbash hatërmbetje sepse domethënë normal të janë gjëra që i kemi mësuar duke u rrit se në vërtet. Por nuk ja vlen të mbash hatërmbetje se thjesht të ngarkon ty më shumë se ç'do ngarkoj dikë tjetër. Kështu që për mua edhe një edhe në basketboll hatërmbetjet nuk kanë qenë një gjë që kam pasur të drejtën. Përmendet pak më parë që nuk ka lojtar të mirë, që mund veçohet njëri, po unë dua të bëj një pyetje tjetër. Nëse lojtar nuk specifikojmë dot, po trajneri më i mirë në Shqipëri kush është? Po flasim që Sot aktual. Këtu e keni pak të vështirë. Më thoya, mund të jap 3 trajnerët më të mirë që kam pasur në vet. Trejdim ne po. Shikosh ideja. Për shembull, që të ti them edhe me domethënë që pse nuk rankohen. Për shembull,
fillojmë me afrimin me që e kam në ekip tash. Afrimi mund të jetë nga të gjithë trajnerët që kam pasur, kur vjen puna për trajnim individual, një nga trajnerët më të mirë që kam pasur. Jo sepse ka mungesën në fusha të tjera, po ajo është fuqia vet. Pastaj flasim vitin e kaluar që isha me Kandin. Kandi ndryshe nga trajnerët e tjerë, lirinë që ndjen kur luan në ekip me atë, nuk ma ka dhënë asnjë trajner tjetër. Edhe pastaj treti që nuk trajnon më por që ka qenë Merzin Lazimi, që Tete Uta? Edhe te Goga? Tete Uta edhe te Goga, po që kishte një aftësi shumë të veçantë, domethënë që çdo që kishte në ekip arritni që t'i lidhte bashkë me njëri tjetrin dhe të bënte me vërtet domethënë një unit që mund të themi dhe që të gjithë që të luftonim drejt njëjtit qëllim. Sado që e dim që në sporte domethënë shumë egoja personale e lojtarëve është shumë e vështirë për të kontrolluar në që të shkosh për të mirën e ekipit. Domethënë këta të tre, për këto arsye që jam thënë, kanë qenë tre trajnerët më të mirë që unë kam pasur në Shqipëri. Nisa do japi një I emër. bashkohem, jo, nuk jap emër. Unë bashkohem njësoj me Frankin, do shtoja edhe Nikola Miladovic, siç e thash pak më përpara, për pjesën e rritjes lojtarëve të rinj. Mendoj që ai edhe për trajnerët solli një lloj fryme tjetër, një shkollë tjetër, për të gjithë trajnerët dhe pas ardhes së tij ndikimi i u vu qartë në kampionatin shqiptar për mendimin tim, qoftë pjesa mbrojtjes, tek ritmi i lojës etj. Siç e tha dhe Frenki, përsori joni ekipit Beslidhjes është shumë trajner kualifikuar dhe i pëlqen më shumë loja skematike. Pra mendoj për mendimin tim në çdo trajner që kam pasur, për sa i përket kësaj pjese ai është shumë i mirë, shumë shumë i kualifikuar. Për sa i përket profesor Kandit, që kemi në kombëtare edhe ke Tirana, ai ka një lloj drejtimi loje, le të them me të japësh për të, pra të bën të japësh për të, pra në një mënyrë paqësore, pra të bën të ndihesh keq nëse nuk jep për të. Ka një qetësi të jashtëzakonshme. Unë si lojtar atë vlerësoj shumë, pra kur ke atë qetësinë, normal që ka dhe disa që mund të ta marrin për pjesë që tani do bëj çfarë dua, po unë e vlerësoj shumë atë pjesë kur një trajner të jep që tani ke këtë, jep talentin të çfarë mund të bësh që të fiton. Dhe le të mbetemi pak te kombëtarja, pasi vëmendja tashmë do të jetë atje. Në 27 nëntor ne kemi ndeshjen me Slovakinë që do të luhet në transfer. Apo jo, janë ndeshjet e vlefshme për para kualifikueset të Eurobasket. Si duket gjendja e skuadrës dhe çfarë pritshmërish ke për këto dy takime, fillimisht me Slovakinë dhe më pas me Kosovën në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi në Shkodër. Them drejtën me zi po e pres dhe kam shumë gjatë që e mendoj, pasi ndeshjen e fundit me Austrinë shumë thanë që ishte ndeshje e mbaruar, pra edhe pse fituat nuk është se ishte shumë vlerë, po për mendimin tim kishte shumë vlerë. Sepse po shpallet dhe më i mirë janë ti MVP-ja. Jo për atë pjesë, po për pjesën që jemi ndjer aq komod me lojën me njëri tjetrin, sa që nuk isha përjetuar asnjëherë në ekip kombëtar, pra u duk pak a shumë si një lojë për le të them kemi ardhur për çef këtu dhe po luajmë kundër Austrisë. E shijuam pafund dhe performuam gjithë aq mirë, saqë mendoj nëse do bëjmë njëjtën gjë dhe ndeshje me Slovakinë dhe me Kosovën me 30 nëntor, mendoj që do jetë shumë e lehtë për ne, sepse realisht në këto ditë grumbullim që kemi nuk kemi as çfarë të shpikim, nuk kemi as çfarë të përmirësojmë, kemi thjesht pjesën të përshtatshme njëri tjetrit, nxjerrim më të mirë njëri tjetrit. Pra kondicioni fizik është marr, kush ka bërë me ekipet e veta, taktikat ato janë, pra sido që të jetë loja në pick and roll do zgjidhet apo në disa lëvizje, puna është kush e do më shumë fitoren. Dhe shpresoj që të jemi prapë ne siç ishim ndeshje me Austrinë, sepse realisht më vjen shumë mirë që ekipi i Shqipërisë të futet në parket për të fituar, jo thjesht për të mbaruar ndeshja dhe për të vazhduar, domethënë kur të vi radha për të grumbulluar sërish. Mezi pres ndeshjet e kombëtarës. A ka cilësi kombëtari shqiptar për të bërë ballë këtyre dy kombëtarëve? Po, patjetër. Ne kemi bërë shumë ndeshje gjatë viteve, edhe mund të them që kanë qenë shumë të rralla rastet që ka qenë cilësia e lojtarëve ajo që na ka shkaktuar humbjen. Por kthehemi te ajo që tash përpara, domethënë që ndryshe nga ekipet që kemi tonat, në ekipe ke shumë kohë që të merresh vesh me njëri tjetrin, që të komunikosh, të kuptohesh me njëri tjetrin edhe që të lesh më një anë ato egon personale për më të mirën e ekipit. Dërsa grumbullimet e kombëtarëve zakonisht janë shumë më të shkurtra, edhe koha që të jepet nuk është njësoj, kështu që është edhe shpejtësia me ti çfarë duhet të kapesh me ekipin tonë, me cilin duhet merrni vesh me njëri tjetrin është shumë e vështirë. Domethënë nuk është cilësia që mungon, është më shumë
siç tha edhe Ysa, domethënë ndeshja me Austrinë ne nuk fituam sepse nga hiçi u bëm gjithë lojtarë më të mirë edhe patëm rezultate, më kupton? Fituam thjesht sepse ne luajtëm aty për njëri tjetrin, edhe luajtëm me vërtet për njëri tjetrin, domethënë edhe po ta shohësh atë ndeshje nga fillimi deri në fund, nuk kishte fytyra të mërzitura. Për shembull, Eldi luajti shumë mirë personalisht, por nuk kishte fytyra të mërzitura kur ky luante mirë e dikush tjetër në sto që mund thoshe po pse ai e jo unë, po pse futet ky tjetër e jo unë. Ishim që të gjithë domethënë, edhe kur dikush dilte nga loja, edhe dikush hynte, ai në story ishte po i kënaq domethënë, thjesht fakti që ne po fitonim, edhe me vërtet ishte diçka e rrallë për kombëtarin sepse ka qenë e vështirë që të mblidhemi aq mirë. Edhe besoj që kalojmë një formë shumë të mirë. Në fund dua ta mbyllim me një thirrje për tifozët që t'ju mbështesin në datën 30 nëntor në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi në Shkodër përballë Kosovës. Do të jetë një ndeshje vllazërore, siç të gjithë e quajnë, mirëpo fitoria për kombëtaren shqiptare duhet. Shiko, çdo ndeshje që ne bëjmë me ekipet kosovare, qoftë kombëtare, qoftë ligën unike, janë vërtet ndeshje vllazërore, por në fund ditës jemi sportistë, jemi atlet, jemi kompetitiv para çdo gjë tjetër, kështu që ne shkojmë atje me mendjen për të fituar, edhe sidomos Pallatin e Shkodrës e kam parë për Shkodrën e kam parë full vet. Kështu që jam shumë i sigurt që sikur vetëm shkodranët vinë për ndeshjen e kombëtarës, full do jetë prap, kështu që shpresoj që të vinë sa më shumë veta, shpresoj që ta ndjekin edhe live ndeshjen nga kudo që të jenë, edhe ne si gjithmonë do japim më të mirën tonë edhe të sillin fitore për shqiptarët nga do që të jenë. Shpresojmë që thjesht t'i kënaqim rreth parë. Bëjmë atë performancë që bëm me Austrinë dhe tregojmë që nuk ishte thjesht një rastësi, po ishte thjesht këto grup çunash që thjesht duan të fitojnë. Pra, fryti i një pune shumë të madhe dhe më pas që ka ardhur edhe suksesi. Mirë, nuk na mbetet gjë tjetër, vetëm se t'ju uroj shumë suksese edhe pse jo, me lajme shumë të mira. Shihemi për lajmet e reja më pas, për sukseset e reja. Mirë, ne do të shihemi në episodin e radhës me të tjerë basketbollistë që do të rrëfejnë emocionet e tyre përtej parketit. Qëndroni me ne.